Ndarja e bujshme mes Mateo Borrit dhe Brikena Selmanit, e cila ka qenë një nga temat më të komentuara të ditëve të fundit në rrjetet sociale, mund të mos ketë qenë ashtu siç është perceptuar nga publiku i gjerë. Gazetari i njohur i showbizit ka bërë një deklaratë surprizuese gjatë një lidhje telefonike, ku ka hedhur dyshime të forta mbi vërtetësinë e ndarjes së çiftit. Sipas tij, Mateo dhe Brikena nuk janë ndarë realisht, por gjithçka është pjesë e një strategjie marketingu për të tërhequr vëmendjen e publikut. Ai u shpreh se Mateo dhe Brikena nuk janë ndarë, por e gjitha kjo është bërë për marketing. Ribashkimi i tyre do të ndodhë shumë shpejt dhe pikërisht në një emision. Kjo deklaratë ka ngjallur më një herë reagime në rrjet, pasi për disa ditësh ndjekësit kanë diskutuar gjerësisht për raportin e dyshës dhe arsyeën që çuan në largimin e tyre nga njëri tjetri. Nëse pretendimi i gazetarit rezulton i vërtet, atëherë publiku mund të jetë dëshmitar i një prej ribashkimeve më të komentuara televizive të momentit. Nga ana tjetër, na duhet të rikujtojmë se Mateo dhe Brikena u njohën gjatë qëndrimit në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, prej ku aty zhvilluan lidhjen e tyre, por pasi dolën nga shtëpia, ata u ndanë, të paktën, kështu mendohet. Se si do ta presim fancat të lajm, na mbetet vetëm të presim. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.